i nderuar zoti Taji Piranishi, presidenti i klubi, zoti Ludi Piranishi dhe gjithë fëmijë special që keni ardhur sot. Ju falenderojmë që jeni në këtë ditë u festohet suksesi më i fundit i Akademisë Shkodra, dalja superiore, ekipeve U16 dhe U17. Për sukseset që ka pasur në vite. Një klub që e ka nisur 30 vite me herët atëherë kur Taji Piranishi me stafin e tij e formoi këtë skuadër me një rutinë të jashtëzakonshme dhe fantastik, ku vetë dhe logoja e sotme klubi futbolli Shkodra, shtëpia kupave dhe lojtarëve të së ardhmes është edhe motivi kryesor i klubit. Po mbushen 30 vjetë dhe e gjitha kjo rrugë ka qenë e mbushur me suksese. Përveç kupave dhe trofeve që përmendi Gaci, unë dua të them që emrat e dalë nga fidanishja e Taji Piranishi dhe klubi Shkodra i kanë bërë nder Shkodrës dhe gjithë Shqipërisë. Mjafton Club News me numrin 100 Princejet Hysës që ka ardhur sot murat për klubin Shkodra dhe i kanë thënë gjitha. Por janë shumë emra tjerë, disa për cilë sot i kemi në salë dhe me shumë respekt do t'i përmendim bashkë me kolegin tim, zërin e sportit të Shkodrës, Gasper Marko. Është ajo tavolina atje cila pjesa me madhe përbëhet nga ato djemë që kanë dalë nga klubi futbollit Shkodra, kanë nisur në moshën 10 vjeçare dhe me pas luajtën për vllaznin, luajtën me superior e futbollit shqiptar, me kombëtarën, luajtën në Kosovë dhe me Xherë. Aty shikoj Abdurrahman Fangaj, i cili është vërtet një futbollist modern, i lajmi me fundit është pas 3 kupave, kampion me Egnatin, ka firmosur me Teutën e Durrësit. Është Rajana Limoda, cili vjen nga Emiratet e Bashkuara dhe merr pjesë të fesë të klubit që e ka nisur pikërisht në ekipet e moshave. Është Gerard Spajli, futbollisti i klubit Shkodra, ku pas vllaznisë ka lënë shumë suksese tek Ballkani, Kosovë dhe me ekipin kombëtar. Dhe për krahatia është Antonio Marku, përëtësi Djali Gasparët. Kam pak sa emocion sepse unë mbaj mend ato vite, kur në moshën 9 vjeçare ja dorëzova Taji Piranishit djalin tim dhe tashmë kur ka kaluar 34 vite, ai ruan respekt veçantë për formimin e tij tek klubi Shkodra, edhe pse me pas kaloi me sukses tek Vllaznia, tek Dinamo, tek Kukësi, tek Teuta, tek Laçi dhe me disa skuadra të Kosovës. Gac, aty nga tavolina e lyjet e kombëtarës dhe unë dua 1 milion të madhe për kapitenin e përjetshëm Rudi Bata. Dua të vini me Rudi, të lutem Rudi qohë pak në këmbë, sepse ja, nga ke bërë gëmi shpeshherë e këmbë për ty, kemi duar të kip për ty, kemi komentu për ty, dhe të përshëndes dhe të rrë suksese, Rudi Bata duhet të vini përjetshme për ty. Dhe bashkë Karolini dhe bashkoset e tij është Ulik Shkotri. Duhet të vini për Kotri, Jaku Shkotri, Ulik Shkotri. Ish futbollisti që luajtë në Gjermani, një emër i bukur i futbollit shkodran dhe shqiptar. Brikeno Bisi, pasuesi një emër të madh si Sava Bisi. Trashëgimtari i nderit të kombit Sava Bisi. Brikeno Bisi, partner Brikeno. Shkerim Basha, dinastia Basheve. Duhet të vini për pasor me sukses. për të paharuar Basha. Aty është edhe një mik që vjen nga Ulçini, mik i gjithë Shkodrës, është Misha Çaushevich. Misha! Do të organizojnë në dorë një aktivitet madhështor në Ulçin. Dhe për të mbyllur me tavolinën atjeshme është Sesi Shpuza, një ish futbollist i Vllaznisë, mik i të gjithë sporteve në Shkodër. Shpuza, një bere hapur e
gazetare sportiv, të lutëm në këmbë Shpuza një gojë për ty. Ja. Një dorë tronditje dhe për mësafirin që sapo mbërriti me kisën e kësaj feste, është Gëzim Hajdinaga. Dorë tronditje për ullqini, për Ministrin e Kryetarit të Bashkisë, Gëzim Hajdinaga. Me këtë rast urime dhe otratë të ullqini që rikthehet në Superligë. Por e kalojmë edhe tek tavonia qendrore ku kemi Male mua vlorën, sepse dua të shpreh një miljoje për yjet e futbollit vrojat dhe shqiptar për me fjerat që janë aty sot. I madhi Lato Gjëndeta! Barcelona! Albert Aqiu! Do ato të përpeti! Dhe Castillo Tajari! Respekt për që në kanalu sot. Dhe për gratyre janë kolegët e fushës është Fatir Pasrami. Fatir Pasrami. Pasrami. Veterani futbollit shkollar. Fatimir Luqi. Fatir Luqi. Dhe mesyre është edhe ai që ka bërë të mundur themelimin e skuadrës së parë të futbollit të femrave në Shqipëri, me Jubat të Danjës, Ferdinand Jaku. Nga pasi vjetë historie e futbollit femrave, presidenti Jubat Danjës, një gazetarë sportiv. Dhe pa dyshime, Paulina Vion dhe me emra të spikatur të futbollit shkodran dhe aty i Veripojak, ku ka unë klasin të prezentoj Alfred Pietrin. Dua trokite për Fred Pietrin. Jako është presidenti. Presidentin e Adës e Veripojës dhe drejtorin aktual të Tërbunit Pukës. Tërbunit Pukës, Paglej Fred që e këtu. Armir Grima. Portieri me gjenë. Portieri famshëm i Vllaznisë. Karaveri ekipeve kombëtare të vajzave të Shqipërisë. Ish kapiteni i Vllaznisë, fituesi trofeve dhe suksesi më i fundit është ai i brendshëm që mundi në stadiumin Loro Oriçi kombëtarën e Marit të Zi 5-2, duke siguruar edhe kualifikamin e mëtejshëm në Faleminderit Armir Grima. Kemi presidentin e klubit futbollit Shkodra, Florence Marko. Dua të pide për presidentin Marko. Faleminderit për gjithë mbështetjet tone që jep njeriu profesionist dhe kampionin e heshtur Taib Pjanici. Dhe Rubi Pjanici, tani të shkëlqyer që ka klub dhe djalit shkëlqyer që ka Taib Pjanici. Bëmba të ngjarë. Të frime, jo pak herë, Eme dhe mish tjera, nga Puka ka udhëtuar mjeshtri i madh dhe delegati i Federatës Shqiptare të futbollit Përparim Laçi. Dhe bashkë me ne sot ka ardhur për të nderuar klubin e Shkodrës, Taipin e mikun tim, Ari Ciroka, që më kaftuar që më dua të shpreh një miljoje, legjenda e voleybollit shqiptar Leonard Tase. Dhe nga të tavolinë ndodhen drejtori i RTS Shkodra, një mik special i futbollit, Jetmir Shpuza. Dhe inxhinieri, studenti i Mesuris, nipi im, drejtor në Bashkinë Kadës, Arif Dauti. Sa shumë mish kemi, Gac, kena shumë mish sot. Një përshëndetje tu pa tavolinë aty, Gac, se ti me njef me emra, unë vetëm ani njof, i kërkën ndjes tjere. Po, pa dyshim që është Ari Ciroka, është supka një pjestar i komunitetit të shtabit të prindër, por pjestarit traditit familjes famshme Sukaj. Dua trokiti për Sukaj, për zotin Ari Ciroka, humanisti më, tjetër. Është gjithë tavolina, por për saksi, për korektësi, ndoshta për qep korrekt. Po, dua Qep korrekt edhe me emrat e tyre. janë prindet e futbolistëve. I nisim me shpejtësi dhe prezentimin e tyre. Fali për sukses. Lohan Meta. Dua trokiti për neve.
Drejt Beba. Duan Rovit Vërhetër. Astër Klikaj. Duan Rovit e Brasiti. Aleksandar Bashungu. Duan Rovit e Bashungu. Për korrektesën, sepse nuk komentuam edhe kolegën e gratë djathtë e presidentit Franz Marku, Edi Kola. Duan Rovit e për Zoti Kola. Hajdinaga, një se erdhe në shpinë tënde. Njeri që bashkon përveç shqiptare kudo në Shqiptari. Faleminderit, Gzim Hajdinaga. Dhe pavarësisht që Kam parë dhe gjyqtarin, ish gjyqtarin e famshëm të Shkodrës dhe Belipolis, ku është Tanin Dritan Sala se Sala. O, të vitë për Dritan Sala, me kolegun e tri, Jetmir Podgorica. bravo. Tanin, Gjyqtarin e top listës dhe sekretarin e përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër. por kush është njeriu flamur, që edhe sot nuk i mungon kësaj dite dhe kësaj feste? Irfan Dernori! Ish volleybollisti. Ja, simboli i vllaznis, simboli kombëtar dhe simboli autokton. Me gatë duan një duar të lidhë për gjithë futbollistët që janë këtu. Fort për ju. Pavarësisht që kanë meritë kryesore në arritjen e rezultateve, por duke pasur pranë Tifosin e Shkodrës, Rahman, Tut Rahmani. Duar të lidhë, fort. Rahmani Tuti! Edhe kryetari shoqatës e tifozëve në fakt dikush. është Sander Dema, Ja ku është, i duhet të lidhë e Sander Dema. Kryetari shoqatës tifozëve. tifozët e Zjarë Shkodran. Ka bërë me disa murata për Tajipi, po më pas. Vazhdoj? Ta shpej herë që ne përshëndetem futbollistët, Po. përshëndetem drejtuesit, presidencën, por ato që kanë meritë Paralel. shumë të madhe në përgatitjen e skuadrave është stafi teknik. Duar të vide për të ndejet e klubit Shkodra. Me trajnerët u shpallën kampion. Pakit me parë, ishte Arber Shqitanin, Duar të vide për qytare. Rudi Tiranisi, Tiranishi në të vide. Denis Spianin, Zbjani, Denis Zbjani. dhe Selim Krokaj, që është dhe një pesare të një futbollit. Është Damir Gozluj Duar të vide për zonin e lene. dhe dy kolegë të tjerë të prezentojnë. Robert Arne. Roberti. Respekt për stafin teknik, një staf model që këtyre trajneri Tajip Tiranisi i ka përzgjedhur për merat. Dhe është momenti që të vazhdoj pas kësaj hyrje të gjatë, falendëruese dhe inkurajuese, është rradha për të zotin e shtëpisë. Para se të ftojmë të zotin e shtëpisë, duhet të lexoj një urim që sjell presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armando Duka, për zotin Tajip Tiranisi dhe klubin e Shkodrës. Në emër të Federatës Shqiptare të Futbollit, ju përcjell urimet më të përzemërta për suksesin e ekipeve të Shkodra U16 dhe U17, të cilët janë shpatur kampion në kalurin e parë U16 U17 dhe për kalimin në A-15 superiore në sezonin e ardhshëm. Kjo është një arritje e madhe dhe e merituar që vjen si rezultat i punës së vazhdueshme të lojtarëve, stafit teknik dhe drejtuesve të klubit gjatë gjithë sezonit. Ju përgëzoj për të sukses dhe ju uroj vazhdimsi në punën tuaj, me moshat e reja dhe shumë rezultate të tjera pozitive në të ardhmen. Me respekt, Armand Duka, president i Federatës Shqiptare të Futbollit.